Përshëndetje, unë jam Aurelian Miftari dhe sot do të flas për një nga temat kryesore të arkitekturës kompjuterike, për ciklin e ekzekutimit dhe rëndësia e tij në performancën e CPU-s. Siç e dim të gjithë, CPU-ja është truri i kompjuterit, por performanca e tij nuk varet siç mendojnë shumica e njerëzve vetëm nga gigahertzi, por kryesisht varet nga cikli i ekzekutimit. Cikli i ekzekutimit paraqet një sekuencë hapash të caktuar, të cilën CPU-ja i ndërmerr për të ekzekutuar një instruksion të caktuar. Tani do të flas për komponentët të cilët e bëjnë të mundur që cikli i ekzekutimit të ekzekutohet. E para janë firmwareat. Firmwareat janë ata të cilët bëjnë menaxhimin e të gjithë ciklit, të gjithë sistemit. Këtë menaxhim ata e bëjnë duke komunikuar në nivel të orët me hardware-in. Pastaj kemi mikrokodin. Mikrokodi është i rëndësishëm sepse bën përkthimin apo dekodimin e instruksioneve komplekse në sinjale të thjeshta, ashtu që hardware-i i CPU-s të mund t'i kuptojë ato dhe t'i ekzekutojë ato. E treta për komponenteve që duhet të përmendim janë modelet e arkitekturës. Modelet e arkitekturës janë të rëndësishme sepse për instruksione të caktuara një model është më i shpejt, kurse tek instruksione të tjera të caktuara njëri model mund të jetë më i shpejt. Për shembull i von Neumanit dhe i Harvardit. Dhe kemi rolin e njerëzve në zhvillimin e firmwareave. Inxhinierët dhe zhvilluesit kanë ruajtur rol kyç apo shumë të rëndësishëm në krijimin e firmwareave që të optimizojnë apo të shpejtojnë ciklin e ekzekutimit. Pasi folëm për komponentët, tani do të flasim për fazat e ciklit të ekzekutimit. Fazat e ciklit të ekzekutimit janë faza ngarkimit dhe ekzekutimit, ku bëhet ngarkimi i instruksionit, pastaj bëhet dekodimi apo përkthimi përmes mikrokodit, dhe pastaj bëhet ekzekutimi i tij përmes CPU-s. Këto pra janë fazat e ciklit të ekzekutimit të instruksioneve, por inxhinierët mundohen në përmirësimin e këtyre fazave, sepse përmirësimi i vetëm njërës fazë do të ndikonte që e gjithë faza, i gjithë cikli të përmirësohet, të optimizohet dhe të shpejtohet. Gjithashtu kemi ndikimin e arkitekturës në ekzekutim. Arkitekturat e ndryshme, siç thash më herët, për instruksione të ndryshme kanë shpejtësi të ndryshme. Prandaj vdejnë në performancën e CPU-s për këtë cikël. Dhe kemi rolin e profesionistëve të IT-s. Ekspertët në fushën e IT-s analizojnë dhe optimizojnë këto faza, duke përmirësuar dhe optimizuar të gjithë ciklin. Pasi folëm për komponentët dhe fazat e ciklit të ekzekutimit, tani do të flasim se si mund ta optimizojmë apo si mund ta shpejtojmë këtë cikël. Duhet të marrim parasysh sepse nuk ekziston vetëm një mënyrë e caktuar apo vetëm një strategji e caktuar që mund ta përdorim për ta optimizuar ciklin, dhe nuk duhet ta izolojmë vetëm në një strategji të caktuar, por duhet të provojmë dhe të mundohemi në sa më shumë strategji të ndryshme që të mund ta shpejtojmë dhe ta optimizojmë këtë cikël, që ta shtojmë efikasitetin e këtij cikli. E dyta është rëndësia e firmwareave. Siç thash më herët, firmware është ajo e cila bën menaxhimin e këtij cikli. Sa më i avancuar të jetë ky cikël, ky firmware në fakt, aq më mirë do të bëhet menaxhimi dhe aq më efikas do të bëhet ky cikël. E treta janë modelet e optimizimit të CPU-s. Duke studiuar modelet e arkitekturës, ne mund të gjejmë vende ku ka hapësira të mjaftueshme për të përmirësuar, apo ku ka ende vende ku mund të bëjmë përmirësimin e këtij arkitekturës që të bëhet shpejtimi dhe optimizimi i këtij cikli. Ekspertët e teknologjisë, duke i marrë parasysh këto çështje, mundohen vazhdimisht të përmirësojnë dhe të optimizojnë ciklin e ekzekutimit. Dhe në fund kemi një diagram ku tregon për rëndësinë apo peshën e atyre komponentave apo fazave të cilat unë i përmenda deri më tani, ku shihet se mikrokodi ka peshë 18.75%, firmware ka peshë 20%, modeli von Neumannit ka peshë 22.5%, modeli i Harvardit ka peshë 17.5% dhe cikli i ekzekutimit ka peshë 21.25%. Faleminderit për vëmendjen.